Shqipëria po kalon një moment fantastik duke shënuar histori me trajnerin Silvinho. Pas kualifikimit në Europian, kuqezinë kanë arritur që për herë të parë të kualifikohen për në play-offin e Kupës së Botës, megjithse aty na pret një rrugtim shumë i vështirë për të arritur ëndrrën e madhe. Fitoria ndaj Andorrës me rezultatin 0-1 ka qenë për Shqipërinë edhe e pesta radhazi. Kuqezinjt nuk ishin arritur kurrë të fitonin 5 ndeshje radhazi, ku në listën e këtyre fitoreve përfshihen ndeshja me Gibraltarin, Letoninë, Serbinë, Jordaninë dhe së fundmi me Andorrën. Ndeshja e radhës për skuadrën tonë do të jetë ndaj Anglisë në datën 16 nëntor, ndeshje që është e vështirë të fitohet nga skuadra jonë. Megjithatë, triumfi në Andorrë e zhbën rezultatin e sfidës me Anglinë, cili do rezultat që të jetë. Në këto 5 sfida, Shqipëria ka shënuar 8 gole dhe ka pësuar vetëm 2 në miqësore ndaj Jordanisë, të fituar me rezultatin 4-2.